10 ushqime që nuk duhen futur në frigorifer. Qepa nuk duhet futur në frigorifer, sepse i ftohti mund ta bëjë të zbutet dhe të myket. Në rast se është e prerë bën përjashtim dhe mund të vendoset në koshën e perimeve për pak kohë. Buka nuk duhet futur kurrë në frigorifer, sepse mund të thahet. Ajo mund të mbahet në ngrirëse nëse mbështillet mirë që të ruajë përbërjen. Bananet është mirë që të mbahen në koshën e frutave jashtë frigoriferit, sepse i ftohti mund t'i nxjijë dhe të pengojë pikurinë e frutit. Vaj i ullirit nuk duhet futur kurrë në frigorifer, edhe pse rekomandohet që të mbahet në një vend të freskët dhe të errët. Mjalti. Aftësitë e tij terapeutike mund të ruhen nëse e mbajmë në një vend pa lagështirë. Zaferano. Ideale për të është ambienti i thatë brenda një ene hermetike që të ruaj edhe aromën e tij. Domatet. Ftohtësia e frigoriferit ndalon maturimin e domates dhe ndaj duhet mbajtur në një tas larg ftohjes që të mos humbas shija karakteristike. Kafja. Nëse futet në frigorifer, mund të prishet aroma e vet karakteristike, duke përthithur atë të tjerëve. Patatet. Duhen lënë në një vend të freskët e të thatë. Nuk duhen mbajtur pranë nxehtësisë dhe as të futen në frigorifer, sepse mund të mbi e të marrin ngjyrë jeshile. Bërziloku. Edhe ky duhet mbajtur në frigorifer, sepse aty merr aromat e ushqimeve të tjera dhe mund të thahet më shpejt. Ndaj, më mirë të mbahet në kuzhinë, brenda një ene me ujë të ftohtë.